Po, Landi. Po, përshëndetje zoti Sula. Përshëndetje Landi, faleminderit. Tani ne kemi bërë shumë biseda bashkë edhe live, edhe me regjistrim, edhe konfidenciale, po ç'ishte kjo më zoti Sula? Domethënë, kur kujtoj ato aksionet e tua të forta politike, thosha, shiko, qëse kjo majoranca vihet ndonjëherë në siklet, vihet nga këto që thot dhe bën dashursula, se kështu me dafina e me kështu nuk e çajin kokën shumë ata. Landi, u shpreh qartë për një vendim absurd, një vendim pa drejt, një vendim i cili mua dhe të gjithë mbështetësit e mi, të Partisë Demokratike, simpatizantë Partisë Demokratike në të gjithë duhet nga Peqini, Beqi, Sariku, Gramsci, Elbasani, i ka lënë, do të thosha, do të projekt shokuar, sepse ka pasur një reagim të tillë. Dhe por ja që në këtë parti fatkeqësisht do duhet të jesh ose lëpirë si madh, ose një njeri servil në ekstrem, gjë që unë në jetën time se kam bërë kurrë për asnjëherë dhe s'ka për të bërë sepse lirinë e kam të qetë, dhe unë mendoj që një politikan po nuk qej lirë, nuk qej vetja, sigurisht në respektim të vendimit të partisë, por kur deformimi të personalitetit të vet apo të integritetit dhe të fyet deri në një mënyrë të tillë të deformohet, saqë nuk do ta pranoj morali njerëzor dhe morali politik. A ke biseduar konkretisht me zotin Berisha? Më fali Landi, a biseduat ju konkretisht me zotin Berisha? Keni biseduar? Tani, për të qenë sinqert, nuk u dha një mundësi përpara daljes së listave, dhe pavarësisht që tentova për të takuar zotin Berisha, po u refuzova në kuptimin heshtje, duke mos u përgjigjur kërkesat mia për të takuar në atë SMS-eve saktuara, dhe kjo ishte e qartë për një javë që unë e kisha të qartë. Qasin dhe sillen të zotit Berisha, po edhe figura të tjera. Berisha justifikoi faktin që tha unë kam mira mesazhe në telefon dhe ndoshta një nga mesazhet që nuk e kam parë ka qenë i zotit Sula, ndërkohë që shprehu edhe qëndrimet apo vlerësimet më të mëdha ndaj figurës tuaj, duke paralajmëruar që ishit në listë të hapur. Unë fakt kam një pyetje drejt për drejt zoti Sula për ju. A nuk është pak si i pa drejt vendimi edhe kash i vetes po edhe votuesve fakti që ju zgjidhni listën e hapur të Adriatik Lapajt, por jo listën e hapur të Partisë Demokratike? Tani, unë ju garantoj që nuk kam pas kur një telefonat nga Sali Berisha për një listë hapur, kur një telefonat nga i famshmi, du të përmend emrin i famshmi Nul Noka, kur, apo e famshmja Albana Voçi. Nul Moka ti kanë thënë këta socialistët, i thok edhe ti e kishe sekretar përgjithshëm atë. Po Partia Demokratike ka ngel në dorë të Nul Nokës dhe të Albana Voçit, dhe është fatkeqësi, të cilët janë të papëlqyer nga shumica demokratëve të rryer nga qytetarët shqiptar. Dhe kjo është fakt, nuk e themi sot, e kemi thënë brenda vetes tonë me të tjerë dhe kjo dihet, nuk ka nevojë se ta vërtetoj unë këtë gjë. Pra, fakti që unë nuk kam patur nga drejtuesi, qoftë nga njëshi i Partisë Demokratike, nga dyshi i Partisë Demokratike, nga treshi i Partisë Demokratike, të kenë pasur telefonata dhe për listë të hapura kryesisht. Por unë jam i kritikuar si spakist nga Partia Demokratike, nga një si njeri i afërt me Altin Domani, me edhe prokuror tjerë të SPAK-ut, të cilët unë kam patur koleg, dhe kështu që nuk gëzoj besueshmërinë e tyre dhe njeri që nuk e majt dot vath, dhe që e kam deklaruar publikisht mbështetjen ndaj SPAK-ut, dhe sa të jem kam thonë në politikë do të mbështes SPAK-un dhe bile sfida ime është edhe sot ku jemi, edhe sot, nëse do ketë nevojë të bën ndryshime që duhet të i bëj thirrje dhe Bashkimit Evropian dhe të tjerëve, të cilët ne mund ta bëjmë ndryshimet që duhen për SPAK-un, ligjin për SPAK-un dhe për GKO-n. Në çdo moment kam parasysh për zgjatjen e mandatit apo të prokurorëve apo të rizgjedhjes së drejtuesve të SPAK-ut, sepse e thashë në parlament sot është shfat pa përsëris për Kiprin, që në krye të SPAK-ut është Altin Domani. Unë njoh një grup të caktuar prokurorësh aty, siç është Ardan Xholi, siç është Behar Dibra, siç është Edin Gogaj, siç është Olci Dado, siç janë disa prokurorë tjetër. Po ti një tërë ti pas ke bërë vetës orë. Po ti një tërë valla, ty pa. E ka deklaruar. Po ty prandaj nuk pas ka në listë valla. Ka punuar, s'ka asnjë lloj Landi. Jam i qartë në rrugën time Landi. Dhe nëse Shqipëria do shpëtoj nga kjo klasë politike korruptuar,
po shpëton prej spaku, dhe opozita vërtet sot për sot është spaku, sepse nëse të gjitha ato që kemi thonë deri dje, do ishte thjesht retorikë politike, akuzat, por ato janë materializuar nga spaku. Fatos Çoçoli ka një pyetje. Përshëndetje zoti Sula. Jo, përshëndes, Fatos Çoçoli. Përshëndetje. Kam patur gjithnjë vlerësime për juve si gladiatori mirëfillti i opozitës son, por doja t'ju bëja një pyetje lidhur me... Bukur kjo, gladiatori opozitës. Doja t'ju bëja një pyetje lidhur me primaret. Ju keni qenë morë pjesë si kandidat për kandidat në këto primare, ndër më të votuarit. Si gjykoni ato? Dhe çfarë sollën këto primare? Tani, Tosi, po ju vërtetës respekt maksimal për gjithë demokratët që më votuan. Unë, më fali për modestin, nuk është mburje, unë nuk isha fare në primaret, se në basë marimit të seancës ditë të thele, kam bipur në Sicili dhe në Malë, në takim me bashkëdhëtarët, dhe kur mora vesh që ishe i pari i qarkut, dhe kështë votuar, dhe një kohë që kryetarët të partive ishin të foltorët, vetëmelimit, komisionerët të foltorët të vetëmelimit, dhe antrasia, listët të tyre, dhe prap votuan, tregon që nuk gabojnë demokratët. Ato të cilët dolin në 4 apo 5 u futën në lista, kurse unë ishe i pari në gjithë qarkun, Milan u përjashtova nga lista, ka bërë opozit për gjatë 4 viteve, ka bërë një aktivitet të madhështor në të gjithë takimin në diasporën, regjistrimin e qindra bashkëdhëtarëve tonë, kam ditë që themë në dukti, biles në i moment, i thash edhe për bëjë humor, për para se ditë lisa sajtë si e ka Albana Vokshi, i thash, moj, ka një kriter tjetër të plagosin i socialistit, thash, që ose keni të kriter, do të vërtësojmë dhe këte. Me humor, gjithmonë. Plagosin socialist? A ka ndonjë kriter për të plagosin i socialist që ta plotësojmë edhe këtë kriter, thot? Ka plotësojmë dhe kriter, një qërtalje, një plagosje i socialistit. Tani me këtë që tha Fatos Çoçoli, që ti gladiatori opozitës, të ka vënë një titull... Ti të kuadrin homorit, se unë jam pajësore, se Fatos Çoçoli të da mashmën të ka vënë një epitet, një titull gladiatori opozitës, është e jashtëzakonshme kjo? Përpiqemi. Tani, pyetja ime, cili është parashikimi yt, si do dali Dashur Sula në 11 maj dhe si do dalë Partia Demokratike? Tani, fatkeqësisht, unë nuk jam orakull, por më ka dalë parashikimi vitit 2017 kur i kam thonë Luzim Bashës që trojtën nga kandidimi, sepse mënyrën si i bërë listat i thash nuk i kalon 3 mandata në Elbasan. Keni gjallë Tan Hoxhëm, analistin, i cili bashkë me Kacaut Islamin, në cilën kam marrë telefon, tha mu, keni natë lytë bashkë, i thash, atë qarkun e njohë me plan. Edhe kur marrun pasaj zgjedhjet, atëherë të 2017, tha mu pas drejt. Dhe shti mos pyet për Kuksin, mua probleme tjera, këtë më pyet për Elbasanit. Dhe unë këtu them që më rasti më i mirë, që prap kam dyshimet forta, është me 5, por unë mendoj të 4 mandatat të marrë Partia Demokratike në qarkun e Elbasanit, dhe kjo është fatkeqësi. Unë shpresoj shumë për vetëm time dhe një mandat tjetër, vetë 2 mandate, mund të një gjysmë 2 mandate, diskutojmë tek nisma Shqipëria bëhet, dhe unë... Do me thënë, të jemi të shkojqitur, do me thënë të qartë. Ti thua, Partia Demokratike në Elbasan merr 4 mandate, Partia Socialiste sa? Sa ka gjitha? Jo, 4 mandate, them deri në 5 maksimumi. Po. Them Partia Demokratike, synojmë të mandatit 2. Sa ka Elbasani gjithsej? 14. 14. Sa merr PS-ja? Tani PS-ja besoj tek do ngeli 7 mandate. 8 ose 9. 8-9 dhe një do ta marrësh ti? Një mendojmë, një synoj të dytë mendojmë. Që tek nisma po dalin pak më shumë sa mandate janë në total. Jo, hajde. 4-5 po do, ja? Po 5. 8-9 Jo, 4-5 do të thënë 5. Dhe 1-2 por po them po e loj vazive 4-5 edhe 8-9. Do e thënë, jo që t'jemi dhe jetë qartë, zoti Sula, ke bërë një parashikim, sepse këto regjistrohen, që PD-ja merr 4 deri në 5 mandate dhe 4 deri në 5 nuk do të thënë 5. 4 deri në 5. PS-ja 8 deri në 9 dhe Shqipëria bëhet 1 deri në 2. Një nga këta është i sigurt Dashur Sula. Shpresoj. Unë nuk jam nga ato njerëz që mburrem. Tani, më fal, Dashur Sula nuk thotë edhe kështu edhe ashtu. Tani do e marrësh apo jo mandatin? Jo. Unë shpresoj fort, do luftoj fort dhe këta kanë dorë qytetarë shqiptar. Ore që gladiatori je ti dhe do luftosh fort, nuk e diskutoj, po jo do e marrësh mandatin.
do ta marrë dhe jam kal betejën terren. Do luftoj. Po pra se kështu si thej që do dhe mund ta marrë, më kpute shpirti mua. Tani Dashur Sula nuk flet kështu. Nuk është ashtu. Dëgjoj. Unë jam njeri me këmbë tokë kur punoj. Por feedbacku që kam marrë nga për 24 orë, nga struktura e Partisë Demokratike, nga njerëz të cilët do vinte tek mua, më ngroh shumë. Po që se sfiton. Tani ja shpjegova edhe disa miqve të tyre Partisë Demokratike, tani kolegëve të mi, thash, ka filluar edhe një rrugë të re, edhe sikur modesen politik. Dhe kjo është rrugë e gjatë, nuk është rrugë e shkurtër, pavarësisht pengesave të cilët unë do kem përpara. Do të vjen qendroni te Adriatik Klapaj. Të lutem, po pra, doja të falenderoja shumë Adriatik Klapajn, Endri Shabanin dhe Pano Sokon, të cilët më dhanë mundësinë dhe ka qenë edhe kolegë tjerë, partive tjera që më kërkuan, por unë zgjodha këto djemë të ri dhe vajzat të reja të cilët janë njerëz të cilët ka një identitet tani si tri, si brezë ri për të shporrur këtë politikë vjetër. Zoti Sula, tani edhe të ri shumë nuk janë ata, nga 40-45 vjeç ata, 40-45 të ri. Të ri në politik. Po tani 40 vjeç. E re në politikë ishte edhe Lulieta Bozdo. Të ri në politikë, po them. Po ajo ishte e re në politikë. Po jo më asë në politikë janë të rinj këta, se kanë u bën sa vite. U bërë në politikë 12. Po, ti një tani shunat janë për të falenderuar. Unë kaq ditësem dhe do të vazhdoj të punoj bashkë me ato dhe jem bashkëpunëtor i ngushtë. Zoti Sula, në gjykimin tuaj, juve thatë 1,5 dhe keni besim dhe as që diskutohet një luftëtar i ideve që juve mbartni, më përpara brenda Partisë Demokratike, është vërtet për të ardhur keq që kushtet, po rrethanat erdhën të tilla që ju u shkëputët për kësaj force politike, por karakteristika juaj, integriteti juaj ju bën që keni kurajat të jepni përgjigje të plot pyetjes së fundit të mikut ton Landit. Pra, çfarë do të bëni edhe në rast se rrethanat vinë të tilla që nuk arrini dot të mbushni, të kaloni pragun për të qenë deputet i një partie me njerëz në politikë të ri. Jam shumë dakord edhe me përcaktimin tuaj. Çfarë qytetarët kanë interes të dinë? Ky luftëtar i ideve të veta, çfarë do të bëjë? Kemi një shkputje. Okej, derisa të rregullohet, ne po diskutojmë në studio për në rregull. Jemi? Po. E kemi. Okej, po zoti Sula? Po. Po një. Dashi thjesht të përsëris pyetjen e Landit me shumë sinqeritet, pasi ti i tillje nuk di të thuaj gjëra që nuk i ke brenda në zemër. Thuaj zemrën tënde si e mendon. Duke mendoj deri në datën 11 te opsion fare, po fare. Pik. Dhe një pyetje tjetër të fundit të Landit. Zoti Sula, teksa ju fajsoni në mënyrë të drejtë për drejtë Flamur Nokën dhe Albana Vokshin si le të themi fajtorët apo autorët e gjithë krijimit të kësaj liste në krye zotin Berisha, por në rastin tuaj më shumë fajsoni Flamur Nokën dhe Albana Vokshin. A nuk mendoni që fajtor në thonjza është pak edhe Gazmend Bardhi, kreu i grupit parlamentar, të cilin ju e keni mbështetur vazhdimisht, ndërkohë që arriti që të fut disa mbështetës apo përkrahas të tij në lista të sigurta madje, Bledion Allbati, që po ashtu doli i pëlqyer në qarkun e Korçës, nga ana tjetër Sajmir Korreshi. Pra, a nuk mendoni që edhe marrëdhënia apo le të themi dora e Gazmend Bardhit nuk ishte mjaftueshme e fuqishme? Tani, sa kam unë informacion, zoti Bardhi ka patur një sindrim të mjetos. Kjo për mua dhe kjo për kolegën Deni Djegji që në Elbasan, sepse është hera parë për 34 vite që Elbasani nuk përvajsohet, që është turpshme, komunitetin krishterë. Hera parë për 34 vite. E para, dyta, kjo listë e cila është një listë jo një përfshirëse e mundshme politike, që ka Elbasanit, sepse nga 7 bashki të gjithë kandidatët janë për bashkim e Elbasanit, 6 bashki tjera, Pekin, Becavik, Gramsh, Librash, Prenjas, jetë të përfaqësuara. E kupton çfarë do? Do të ju e vlerësoni zotin Bardhi, po ju vet atë vallën atë ditë e kërcyet atë këngën e Berishës? Po se kërcej pra, se pikërisht nuk se kam kërcyet vallën. Jo, ishe aty? Nuk shko fare, miku im. Nuk e shko fare? Po ti ishe aty? Po s'ka shans. Jo, po në i gotë verë kështu dhe atë shamin se zoti Bardhi kërceu për shembull. Po ti pa një kokën Mulandi, unë kam votu kundër Sali Briku, ishte kryeminist, ishte më të fuqishëm. Jo, ti vlerësove Bardhin, po Bardhi e kërceu, ë? Jo, le ta kërcej, unë aty, ky jam.
Dashi se po të bombardoj me pyetjet, kërkoj ndjes, po ti e din ne gazetari jemi. E marrim që të mirë qenë që do futesh, unë ta uroj me zemër, sepse po hyre ti në kuvendin ton, do sjellë shumë energji, që të tjerë ralli kanë, siç i ke ti. Shëçaurimit ka bërë, të uroj me zemër, thë. Faleminderit. Por nga ana tjetër, si do të sillesh? Pra, e shikon një aleancë të natyrshme edhe pse para zgjedhjeve nuk ka qenë një aleancë e tillë, partinë të cilës ti tani, domethënë, po kandidon, edhe që kuptohet deri në 11 maj do t'i shërbesh, është normale, me forcën kryesore në opozitë, pra me Partinë Demokratike. Si mendon që në ditën e parë të menjëhershme të vendimit të kuvendit, pas rezultatit, ti do të orientosh edhe partinë tënde, se tek e fundit duhet jemi dhe realistë. Nëse ti fiton, kjo parti nuk është se ka shumë shanse që të fitojë shumë deputet të tjerë në vend. Duhet jemi realistë në atë që të themi. Tani, si mendoj unë, qëllimi parsor i nisma Shqipëria bë do duhet të marrë një numër të konsideruar deputetës për me dhënë mundësinë Edi Ramës, Partisë Socialiste të bëjë 71 mandate. Sa e parashikon ti? Më profesore, lutem, më gjë kujdes. Të lutem. Sali Berisha me Partinë Demokratike ka kryer punë. Dhe unë jam i qartë që nuk fitoi dot më. Mbas asaj liste dizastre që ka dalë dhe është më afër sepse ai vokacion që filloi të ngrihet me ardhmën e amerikanëve, pa të bëjë pikësh në gjëra, unë shikoj që do ketë një kthim brapa tani, do të krijojë problematikë të mëdha. Dhe kështu që e kam të qartë gjë. Por do të luftuar që Edi Rama mos të bëjë 71 mandate me qëllimin e vetëm që të imponohet që të kemi divizje tjetër politike të fortë dhe ky dy polarizim që është sot Partia Socialiste, Partia Demokratike, marrë të gjatë, të cilën mbajnë në këmbë njëri tjetrin, do duhet që të fillojë të zhbjerët. Dhe nëse do të ndodhi kjo, do të ndodhi në saj të nismës, Shqipëria bëhet dhe forcat të tjera politike të vogla të cilët do kafshojnë majtas dhe djathtas të cilët do marrin mandate dhe ky është qëllimi mendoj dhe ky mund të jetë fragmentizimi i ri i parlamentit shqiptar. Pastaj do shikohet situata politike mbasi më të majt që do ketë. Do të jeni duke thënë që nuk fiton Partia Socialiste. Unë them synimi jonë është mos fitoj Partia Socialiste në 71 mandate, pikë. Po Partia Demokratike me përjashton fitoren. As nuk bëhet fjalë. Nuk bëhet fjalë, Nuk bëhet fjalë. E di dhe për Sali Berisha shumë njëtë gjë. Okej, Zoti Sulat, falenderoj për mundësinë që na dha të bënim këto pyetje. Të urojmë suksese në garën tënde, garë më të fortë në karrierën tënde politike nuk e pas. Ky është basti i yt politik në gjithë karrierën tënde, po ti je mësuar me ulje, ngritje, me betejat forta dhe kështu që të paktën ne këtu nuk ta kemi shumë frikën. Faleminderit. Të urojmë suksese, mirupafshim. Faleminderit.